Kota jon budur sučica, visa matje sam pirbutica, neće sam ta žutica, mavro vsdeku netica. Për të katërtin vit radhazi, fshati Vajzi i Bashkisë Selenic u kthye në një qendër të kulturës dhe traditës shqiptare. Mbrëmjen e së premtes, u zhvillua edicioni i 4 i festivalit Vajz Fest, një aktivitet që tashmë është shndërruar në traditë të përvitshme dhe po merr gjithnjë e më shumë për masa kombëtare. Përmes muzikës, valleve dhe veprimtarive të ndryshme artistike, festivali solli në vëmendje trashëgiminë, historinë dhe bukuritë natyrore të kësaj treve. Vajza, vendlindja e poetit të njohur Ali Aslani dhe heroi të popullit Perlat Rexhepi, mblodhi artist, politikan, gazetar, turist dhe dashamirës të kulturës e natyrës. Fjalën e parë përshëndetse e mbajti kryetari i Bashkisë Selenic, Nertil Bellaj. Ai foli për historinë dhe potencialin turistik të zonës, ndërsa përcolli edhe një mesazh për kryeministrin Edi Rama lidhur me mbështetjen dhe vëmendjen që kërkon kjo trev. Mirë se erdhët në fshatin e Ali Aslanit dhe fshatin e Perlat Rexhepit. Për mua është një kënaqësi e dyfisht, edhe si djali i këtij fshati, por edhe si kryetari i Bashkisë Selenic. Është privilegj që të jem sot me ju këtu në këtë shesh, të mbushur kaq plot, jo si numra, por si zëmra që ju e doni Labrin, e doni Vajzën edhe gjithë pjesën e saj, sepse ne kemi një traditë që shtëpia është e Zotit dhe e Mikut, dhe ju të gjithë që jeni këtu jeni miq të fshatit Vajz. Ashtu si Aliu shkronte për fshatin, e donte fshatin, kontribonte për fshatin, edhe një pjesë shumë e mirë. E disa djemve të fshatit, e në krye Sokolin, ashtu, vazhduan traditën. U thriste amaneti dhe gjaku i Aliut që duhet të kontribonin për fshatin. Dhe është viti 4, ashtu filluam, dal nga dal, pak nga pak, si një fest fshati lokale, por për të vitin e 4 si vjet, kjo fest nuk është më fest lokale, por është fest kombëtare, sepse brenda saj ajo ka art, ka kulturë, ka traditë, ka trashëgimi kulturore, natyrore, e si ta duhem ne, sepse Vajza dhe Labria kanë një pasuri të jashtëzakonshme. I pranishëm në natën e parë të festivalit ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili e ndoqi aktivitetin nga rreshti i parë. Prania e tij erdhi në një moment kur është rihapur debati për reformën territoriale dhe mundësinë e bashkimit të Selenicës me Bashkinë e Vlorës, një propozim që është kundërshtuar publikisht nga kryebashkiaku Nertil Bellaj. Megjithatë, përtej debateve politike të ditës, banorët e Vajzës e pritën kryeministrin me respekt dhe duartrokitje, duke ruajtur traditën e mikpritjes së zonës. Në fjalën e tij të shkurtër, Rama përgëzoi organizatorët dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në kthimin e Vajz Fest në një traditë, duke shprehur bindjen se festivali do të vazhdojë të rritet dhe të marrë përmasa edhe më të mëdha. Në radhë parë dua të falenderoj Sokolin, i cili më dërgoi ftesën për të 4 vit rresht dhe këtë herë nuk refuzova, duke qenë se tani më, siç e tha edhe gjykatësia, e cila kur jep gjykimin e ka atë formës prerë, 4 vjet janë mjaft për të pasur besim që ideja funksionon, kështu që besoj që është rradha e dur për të ardhur dhe për të dëshmuar së bashku me të tjerët suksesin e një ideje të lindur 4 vjet më parë. Nga ana tjetër dua të përshëndes të gjithë pranishmit, dua të përshëndes presidentin Topi, i cili është këtu i pranishëm bashkë me prefektin e Tiranës, mik i Vajzës me siguri. Dua të përshëndes edhe kryetarin e Komitetit Olimpik, Fidel Yllin, i cili deri para se të vija këtu më rezultonte nga Skrapari, po nuk e di edhe ky mik i Vajzës patjetër. Dua të përshëndes kryetarin e Bashkisë, Nertilin, përshëndes edhe ministrin e Pushtetit Vendor, zotin Demo, i cili është tu i pranishëm për të kontrolluar si funksionon Bashkia Selenic. Dhe
Faleminderit shumë edhe gjykatës për këtë prezantim që ishte vërtet impresionues nga fillimi, plus edhe me këtë veshje që nuk është tipike për një person që ka kaluar vettingun, kështu që faleminderit të gjithëve edhe ju uroj që të keni një festival të këndshëm edhe më shumë, edhe më mirë vitin e ardhshëm, por rëndësi ka që juve këtu pushtetin gjyqësor keni me vete. Shumë faleminderit. Nata e parë e festivalit u drejtua nga moderatorja Eda Sadushi, ndërsa programi artistik dhe atmosfera festive sollën në vajzë një numër të madh pjesëmarrësish. Vajz Fest po kthehet kështu në një pikë takim të rëndësishëm të kulturës, historisë dhe mikpritjes së labërisë.